fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks, the PJ Masks. PJ Masks. Dështimi në fluturimi djalit Maçok. Zoom, zoom. Hey Connor, je gati të provosh udhëtimin me balon në ajër? Au po, mezi po pres të fluturoj mbi qytet, do të jetë e hatashme. Fluturimi është madhështor. Oh, hey, po kjo nga erdhi këtu. Hë? Wow! Është një skuter i hatashëm. Një dhurat nga stërteze Cynthia. Shkëlqyeshëm. Prit, ti ke një stërteze? Në fakt, nuk e mbaja mend që kisha, por duhet të jetë fantastike. Ky skuteri më duket shumë i njohur. Po, ndoshta duhet ta kontrollosh përsëri nga ka ardhur para se ta përdorësh Connor. Në asnjë mënyrë, nuk kam parë ndonjëherë ndonjë skuter si ky. Eja një prap breshka. Oh, sa keq. Oh, Po çfarë po ndodh? balona ka humbur, ndaj s'ka më xhiro. Çfarë ndodhi? Kush se di, balona me ajër thjesht u zhduk gjatë natës. Mezi po e prisja atë. Ndoshta e ka marrë era me vete. Ose dikush ka prerë litarët dhe e ka marrë. E drejt, dhe ne do ta zbulojmë se kush. Heronjt me pijame ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Maçok. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Prit, po merr skuterin e ri? Po, do të na hyjë në punë. Por është veç se një skuter i thjesht. Për çfarë është ky butoni? Unë nuk e di. Wow! Ky skuter që ka vërtet i hatashëm. Juhu! Kujdes! Të fluturosh kërkon shumë praktik. Vërtet? Mua po më duket e lehtë. Wow! Wow! A e pat? Shumë e thjeshtë, që kam shumë i mirë. A baba, Mirë, por vetëm ki kujdes. Për tek avioni i bufes. sigurisht, ju të dy shkoni tek avioni bufes, por më ndiqni mua dhe ndoshta do të mësoni disa nga aftësitë e mia. Po! Ura! Do të tregoj unë disa lëvizje fluturimi. Po! Por, nuk duhet të jemi duke kërkuar për balonën? Për mustaqet e Maçokëve. Nga po tregon ai? Sytë e bufit. Atje, vajza Luna. Spara nigrë është qitës. Mendoj se që tani e tutje do të ecë. E pesa mirë po fluturoja. Më shiko mua, bufe, ndoshta mund të mësosh marifetet e mia. Marifete, po ti për paksa nuk re. Po, jam i papar me atë, apo jo? Fluturimi me të vërtet do ta ndihmoj ekipin. Fluturimi yt? Harrove që dikush tjetër mund të fluturojë? Pra tani, miq, ndoshta të dy mund të ndihmoni ekipin duke fluturuar. Pikturë e bukur, Mola. S'ka më xhiro me balon për ata fëmijët e veçel të ditës. Tani kjo balon hënore është e gjitha imja. Ju miq duhet të vazhdoni të bëni roje. Unë do të hipi në skuter dhe do ta marr balonën me ajër. Do të duhet të fluturosh me shumë kujdes. Mos u shqetëso, bufe. Ma lër mua në dorë këtë. Me aftësitë e mia do të jetë lehtë. Vërtet? Miq, mos u zini pra. Ndoshta mund ta marrun balonën me super kamuflazhin e Gekos. Kamuflazhi është fantastik, por jo aq fantastik sa unë mbi skuter. Shikoje këtë. Hey, vajza Luna, dorëzoje balonën. Au, qenë ka macja e vogël. Ti
do përsëri balonën? E po të lutem, vazhdo përpara. Wow! Nuk ka gjë, e kam në kontroll. Wow! Duket se Macja u hodh për një vërtitje. Oh jo! Spara një kreshqitës, a je mirë? Po, si që të thash, është e lehtë. Pse nuk përdor super shpejtësinë e Macës për të udhëtuar vajzën Luna, ndërsa unë fluturoj për të marrë balonën? Jo, e bëj unë këtë. Fluturimi im fantastik do t'i shpëtoj që të gjithë. Jo pra, është shumë e rrezikshme. Nuk ka gjë, unë mund t'a bëj. Jam i papar në fluturim. Bufe, djali Machok, a ka rëndësi se kush fluturon? Jo tani, Për një Geko. E po mirë, ju miq vazhdoni të zjeni atëherë. Unë po shkoj të marr balonën. Nuk mendoj se është nevoja të fluturosh, Bufe. Jo, kur unë jam kaq i mirë. Apo jo, Geko? Hej, ai pas ka ikur. Bëj mirë të fluturoj për të Djali ka Machok, prit! Qetësou, Geko, merrem unë me këtë. Çfarë? Mac ka pas ka ardhur për një mësim tjetër fluturimi. Ha? Po çfarë po ndodh? Djali Machok! Vajza Luna po e detyron ta bëj këtë? Le të shohim. Sytë e Bufit. Wow! Po ajo është, me magnetin e saj hënor. Prit një minut, e dia që e njeh ja atë skuter, është thjesht patina e Lunës e maskuar. Pra ti ja lekonorit atë super skuter dhe nuk kishte stërtezja Cynthia, apo jo? E ke kontrolluar gjatë gjithë kohës. Jo, nuk e kam bërë. Wow! Sa po e bëre përsëri? E po mirë, e zbuluat më në fund. Por shumë bon, nuk do ta merrni kur balonën time hënore. Do të jeni shumë të zënë duke ndihmuar Mackën. Wow! Ndim! E pa se si e mashtrova Mackën, Mula? Ishte kaq argëtuese. Forca Geko, duhet të shpëtojmë djalin Machok. Kush tha që macet nuk fluturojnë? Jam e zënë. Kur ta kapin ato, unë dhe balona ime hënore do të jemi larguar. Le të fluturoj, Mula. Çfarë ndodhi? Litarët u liruan kur Macka u ngatrua me to? Pse nuk më thatë më parë? Oh. Balona, Bufe, shko pas djalit Machok. Unë do të ndjek balonën. Mund t'ja dal. Ose ndoshta jo. Ndim! Djali Machok! Wow, kur mësove të fluturosh në atë mënyrë, nuk do ta kisha bërë kur këtë. Je pa parë. Faleminderit, besoj se kam qenë qesharak për fluturimin sot. Më vjen shumë keq. S'ka problem, djali Machok. Patina e Lunës! Oh, patina ime dashur e Lunës! Sa mirë që të kam përsëri! Koha për të bërë heronj. Na duhet fluturimi yt fantastik për të ndaluar balonën dhe për të shpëtuar Gekon. Faleminderit. Le ta bëjmë së bashku. Super shpejtësia e Krahët Machokut. e Bufit. Hape rrugën, vajza Luna. Duhet të shpëtojmë Gekon. Era e krahëve të Bufit. Geko! Jo! Jam në telashe tani. Super kërcimi i Machokut. Balona ime e hënës! Si ndalohet kjo gjëja? Rraha jote, djali Machok. Jam këtu, Geko. Nuk jam mjaftueshëm i fort për ta tërhequr.
Më duhet ndihma jote, Gecko. E po mirë, do të përpiqem. Super muskujt e Gekos. Po! Balona ime e Hanas, ju është shkatruar! Jo! Magneti imi Lunas! Mendoj se ky skuteri mund të na hyjë në punë gjithsesi. Ndaloje! Ju insektet që prishni gjithmonë planet e mia! Lëshojeni magnetin tim të Lunës, mola! Po e bëni skuterin të çmendej! E po, nuk do ta shikojmë për një kohë të gjatë atë. Tani le të rregullojmë balonën dhe ta kthejmë përsëri. Kështu që të gjithë mund të bëjnë xhiro. Heronjt me pizame Jaku po vim. Sepse gjatë natës ne shpëtuan të gjithë. Jo! Nuk mendoj se e kam qepur shumë mirë atë balonën. Duket shumë bukur, Connor. Nuk ishte e thjeshtë. Si fluturimi. Të paktën nuk po zihet më njeri për të. Dikush tjetër po fluturon kësaj rave. Teshtimet shtëpiake të Gekos. Por ti ke të shtima serioze, Greg, sikur të rish brenda derisa të bëhesh më mirë? Ndoshta duhet të kujdesemi për këtë telash të natës pa ty. Nuk do ta ndaloj një të shtim Gekon, do të vi. Koha të bëhemi heronj, ja tek po vi. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Apçu! Më falni! Apçu! Jam mirë! Apçu! Wow, tani që je Gecko, ke super të shtima. Dhe kur ke super të shtima, nuk duhet të dalësh vërdall natën. Në asnjë mënyrë, unë dua të vi me ju. Jo, mendoj se është më mirë të rish këtu me pajisjen e imazheve. Te avioni bufes djali maqok. Ne mund të komunikojmë me anë të komunikatorëve. Prova. Bukur. Të dëgjojmë qartë dhe pastër. Tani le të fluturojmë. Me Gecko jashtë bazës, plani im do të funksionoj. Shumë shpejt. More heronj të pavler, baza do të jetë e imja. E gjitha imja! Të jesh i ngecur brenda është kaq e mërzitshme. Vajza Luna, duhet t'u them të tjerëve. Por prit, po nëse ata kanë nevojë për tim, do të shkoj t'u a them vetë. Për pak të shtiva. Asgjë, nuk ka asnjë gjurmë. Prit, veshët e macokut. Apçu! Nuk e di se çfarë është, por le të shkojmë ta shohim. Zvaranik gjarpërues, kjo super të shtima që nga kaq e fort. Super muskujt e Gekos! Çfarë ka shtrembëruar këtë ndriçues? Mbaj sytë e bufit hapur, mund të jetë një keqbërës. Oh, Apçu! Gecko! Gecko!
menduam se ishe një keqbërës. Doja t'ju thoja se vajza Luna po shkon drejt shkollës. Kur ke super të shtima, nuk duhet të dalësh natën. Mendova se kishit nevojë. E çfarë se është botimi I parë? Prapë është e mërzitshme. Geko po ju ndjek, atëherë është larguar nga baza. Mola dhe mia të tjera po përpiqen të hapin derën. Me Gekon jashtë bazës, plani im do të funksionoj. Shumë shpejt, baza do të jetë e imja. E gjitha e imja. Ja ku është. Ha? Mund të më kapni. Ku shkoj ajo Mola? E dija që do t'ju duhesha super kamuflazh I Gekos. Çfarë? Era e krahëve të pufit. Në rregull, vajza Luna. Dorëzoje botimin e parë të flosive të timës. Oh, hey! Geko, mos po luan me telekomandën duke drejtuar mjetin në distancë? Çfarë është ajo? Janë molat e mia në bazë, Mask. Dhe ky ishte sinjali për të marrë kontrollin. Tani, më përket mua. Super shpejtësia Machokut. Ha! Jo kaq shpejt, vajza Luna. Molat e tua nuk jam futur. Geko është në bazë. Më falni miq, un jam këtu. Luajini lam të mirë bazës suaj. More heronj të pavlerë. Geko, a nuk duhet të rije brenda ti? E di, më vjen shumë keq, por vajza Luna nuk është ende në bazë. Duhet të kthehemi sa më shpejt të mundemi. Do të shkojmë ne, Geko. E di si mund të bëjmë ende I dobishëm. Çu. Mola, pse nuk e keni hapur ende derën? Hapeni tani. Oh jo, dera po hapet për vajzën Luna. Çu. Geko! Duhet të kisha ndenjur brenda siç më thatë. Do ta kishim marrë revistën dhe baza do të ishte e sigurt. Por tani është koha të bëhem hero. Ju shkoni pas vajzës Luna, do t'ju ndihmoj nga brenda. Shumë mirë, Geko. Largo nga baza vajza Luna. Kur dera të hapet plotësisht, unë do të hyj brenda dhe ju do të rini jashtë. Qëndroni larg, ose do ta pësoj flosive të tima. Tutje, tutje. Ju lumt, Mola. Djali Machok, bufe, një mole ka bllokuar derën. Bllokoni derën derisa unë të gjej një mënyrë për ta mbyllur. Jo ka shpejt, vajza Luna. Era e krahëve të pufit. Unë kam revistën tuaj të çmuar, more heronj të pavlerë. Pra, nëse nuk doni që t'i ndodh diçka, bëni mirë të mos bëni provë të më ndaloni. Oh, vajza Luna. Ha? Po kush po e fluturon këtë gjën? Unë jam. Punë e bukur, Geko. Ti ndihmo bufen, djali Machok. Merrem unë me vajzën Luna. Ikni, ikni. E kërkuat vetin insektet tuaj lam të mirë revistës suaj të çmuar. Jo. Super kërcimi Machokut. Wow, wow. Oh jo, po ti qenë ke shumë I rënd, nuk të mbaj dot. Faleminderit, Geko. Të lutem. Kapje me pat, por tani e keni lënë derën plotësisht të hapur. U ahodha përsëri. Shkëlqyeshëm, të rish brenda është kaq qejf. Më lartë të dal, I zvaranik dinak. Jo derisa të kemi siguruar bazën duke mbyllur derën. Dhe tani mund të lë të dalësh. Nuk mund ta besoj që u munda nga një zvaranik që të shtin. Edhe nëse duhet të ri brenda për shkak të super të shtimave, Geko është pjesë e rëndësishme e ekipit. E jani Mola, nuk do të më ndaloni herës tjetër, I zvaranik dinak. Forca ekipi, Jaku po vin. Sepse gjatë natës ne shpëtuan të gjithë.
I gjori Greg, në ndihmoj të shpëtonin botimin e parë të flosit, por tani ka të shtimat më Do keq. të rri Brenda akoma më gjatë. Le të sigurohemi që nuk po mërzitet. Ç'kemi Greg? Si po kalon? Jam aqu, shkëlqyeshëm, të rish Brenda është ka qejf. Kam krijuar heroin tim të revistave vizatimore, djali i hatashëm të shtitës. Gjuan veten prapa nëpërmjet super të shtimave të tij. Aqu!